Për debatin që nuk ka reshtur kur për fëmijët e vegjël, sidomos kur rriten dhe shkojnë në shkollë dhe shkëlqejnë me notat e tyre, se nga e kanë marrë inteligjencën dhe zgjuarsinë, nga nëna apo babai. Në ato ditët e mira, të dy kërkojnë të marrin merita. Në ditët e këqija, të dy duan t'ia veshin njëri tjetrit përgjegjësinë. Po për më tepër, le të ndjekim një insert përgatitur nga Johana Doci. A është e vërtet që fëmijët e marrin inteligjencën nga nëna? Kjo ide vjen nga disa studime shkencore që lidhen me gjenetikën dhe mënyrën si trashëgohen tiparet. Disa kërkime sugjerojnë se gjenet që lidhen me inteligjencën janë pjesërisht të vendosura në kromozomin X. Duke qenë se nëna ka 2 kromozome X dhe babai vetëm një, ekziston një mundësi më e madhe që disa nga këto gjene të trashëgohen nga nëna. Kjo lidhet me fushën e gjenetikës. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që inteligjenca vjen vetëm nga nëna. Ajo ndikohet nga shumë faktorë. Gjenet nga të dy prindërit, mjedisi ku rritet fëmia, edukimi dhe stimulimi mendor, ushqyerja dhe shëndeti. Pra, ndërsa disa studime kanë gjetur një lidhje interesante, inteligjenca është një kombinim kompleks i trashëgimisë dhe përvojave gjatë jetës. Në përfundim, nëna nuk mund të ketë një rol të rëndësishëm në trashëgiminë e inteligjencës, por ajo nuk është faktori i vetëm. Zhvillimi i trurit varet nga shumë elementë që punojnë së bashku. Në fakt, debati nisi edhe në studio, sepse shumë nga ata që janë prezent në ekipin tonë janë djem, janë edhe baballar, edhe duan që këtë ditë t'i hapin vetes ku vjen puna tek inteligjenca. Të shohim nëse do ndodh kështu edhe me të ftuarin tonë. Jemi në studio me Rezart Senaj, ekspert komunikimi. Rezart, mirë se vjen. Në detyrë mirë. Në detyrë, përveç se ekspert komunikimi dhe baba. Çfarë mund të themi, se studimet disa prej tyre tregojnë që inteligjenca dhe zgjuarsia vjen nga babai, disa të tjerë thonë që vjen nga nëna. Po ta marrim edhe një zë të një vajze që na bashkohet, si thua, që ta barazojmë disi panelin. Jemi gjithashtu dhe me Greta Haxhin, e cila është pediatre. E përshëndesim në këtë komunikim online. Përshëndetje dashur. Përshëndetje, si jeni? Kënaqësi. Ne nisëm bisedën në studio, po flasim për inteligjencën edhe nga është e trashëguar. Rezultati na trego si fillim. Çfarë mendon, e ke bërë ndonjëherë këtë debat me bashorten tënde? Nga e kanë marrë inteligjencën fëmijët? Asnjëherë, për fat të mirë. Sepse debati ka përfunduar shkollë. Gruaja ime është më inteligjente se mua, kështu që fëmijët janë shumë inteligjentë dhe me shumë mundësi e kanë marrë nga mami vet, kështu që jemi në rregull dhe kjo s'është asnjë debat. Unë mendoj që, studimi ka të bëjë me, se sa dhe studimi me kromozonet, por do me thënë me një gradë zakonisht kanë XX, se po e shpjegojmë kështu, ndoshta doktoresha e shpjegon mirë, dhe me shkët kanë XY, edhe zakonisht të djemët shkon merë X-in nga nëna dhe Y-in nga babai, të vajzat merë X-in dhe X-in, do me thënë X nga nëna, X nga babai. Kjo është ajo që bazohen në studimet si studimin në rasti konkret. Por besoj që nuk mjafton vetëm kjo, do me thënë kjo mund shkojë te 40 deri në 50%, por pjesa tjetër pasaj është edhe nga ambienti ku rriten fëmijët, mënyra si rriten, si ushqehen, si edukohen, janë shumë faktorë të tjerë që ndikojnë tek zhvillimi i inteligjencës. Mirë, marrim një koment nga Greta. Greta, si përfundim, paktën dhe nga eksperienca profesionale, besoj shumë vite si pediatre, në pediatri, fëmijët kujt i ngjajnë, mamit apo babit kur vjen puna tek inteligjenca? Nga ku e marrin? Siç e tha edhe Rezarti, është e vërtet, inteligjenca, pjesa genetike transmetohet me anë të X-it, duke qenë se femrat kanë shprehje fenotipike 2X dhe meshkujt kanë XY dhe ajo përkon kryesisht me gjenin femëror. Pra inteligjencën e marrin kryesisht nga nëna. Flasim pjesën genetike të inteligjencës, siç e thatë edhe ju, që ajo është më pak se 50%, dhe patjetër pjesa tjetër që favorizon inteligjencën lidhet me ambientin, aftësinë për të krijuar kushtet fëmijës në mënyrë që të mësojë dhe të planifikojë, se kjo është inteligjenca. Dhe e dashur, për post inteligjencës, një tjetër pyetje shumë e rëndësishme që bëhet tek një çift përpara se të bëhen prindër është gjinia nga përcaktohet.
Nga nëna apo nga babai? Gjinia përcaktot, ajo është rastësore, do të thotë që është shpreha fenotipike e qoftë e 2X-eve dhe XY-i dhe shfrytëzohen, kështu që nuk ka lidhje me më shanse më të mëdha i ka normalisht nëna. Do të thotë gati mbi 75% është që shpreha fenotipike të jetë femër dhe 25% është që të jetë mashkull. Kështu që dhe gjinia është më e favorizuar gjinia femër se sa mashkull. Qartë, mirë. Kështu që dominojnë X-et në shprehjen fenotipike të dy gjinive. Mirë, pyesim Rezartin në aspektin social. Pse shqiptarët gjithmonë duan të fitojnë titullin e prindit më inteligjent? Gjithmonë nëna thonë i kanë ngjarë nënës, më kanë ngjarë mua, baballarët thonë jo, po më kanë ngjarë mua. Pra është një dëshirë, një dashuri e madhe për fëmijën dhe duan që gjithë atë përgatitjen e vetë që kanë ta trashëgojnë dhe genetikisht, apo është thjesht mendësi e gabuar? Nuk ndodh vetëm shoqërinë shqiptare, ndodh kudo. Ka një garë të tillë, por ne kemi pak më të agravuar, se themi kanë ngjarë Dajës, Gjajës. Për arsye të shoqërisë tonë ose familjes boshit, familjes tonë patriarkale, ladhi babai është, po ndërkohë që pushtetin reale ka nënat gjithmonë, kështu që nuk mendoj se tani është kaq e theksuar, domethënë ka filluar të ndryshojë dhe kjo, baballarët kanë filluar ta pranojnë, domethënë që ose mund të jetë edhe nga ana e nënës. Kështu që shkon zakonisht, kjo shkon zakonisht sepse ti merr mbiemrin e babait e para, domethënë e dyta trashëgon, domethënë trashëgon dhe emrin. Trashëgon emrin, trashëgon gjithë situatën familjare, kështu që ndaj edhe ne u japim çik, ne si shoqëri japim çik më shumë rëndësi, domethënë kur është shumë gëzojnë familjet gëzojnë më tepër, por mendoj që se unë kam dhe gocë, domethënë dhe fëmia i dytë nëse do ishte gocë nuk do ta kisha problem. Fëmia i dytë është shumë. Kështu që për mua janë njësoj, nuk e ndaj dot. Biles mendoj që gocat janë patjetër që janë shumë inteligjente, po mendoj që ne si shoqëri dhe si institucion familje duhet punojmë çik që gocat të kenë vetë siguri, sepse te çunat e marrin të mirëqenë që e kanë. Se themi çun do ja dali, po gocat i kujdesin pak më tepër. Ndërkohë që besoj që duhet kujdesur te pjesa, sidomos se gocat e pjesa e vetë sigurisë, sepse ne gjithmonë si shoqëri kërkojmë që gocat jenë perfekte. Por më e rëndësishme është të jenë të sigurta në vetvete se sa të jenë perfekte. Sigurisht, patjetër. Është e çështje kulture, po, është e vërtetë që këtu është pak më tepër, po besoj që është edhe në shoqëri të tjera, nuk është... Tek vajza apo tek djali e sheh ti më shumë veten? Se besoj të dy ju e keni bërë paktën në fillim. Jo, nuk ka të bëjë. Unë e shoh veten te të dy fëmijët në element saktuar të karakterit tyre, në situata të saktuara, domethënë e shoh edhe te vajza, e shoh edhe te djali. Patjetër që unë kam shumë merak se vajzat janë pak më të pambrojtura, pak në shoqërinë tonë edhe ka filluar ai edukimi me çunin që shko se duhet kujdesesh edhe për motrën, edhe për motrën, edhe ndërkohë që ne çunat kam përshtypjen që në thonjza i frustrojnë pak në kuptimin që u japim më shumë përgjegjësi se ç'duhet, që duhet i dalin Zot patjetër jetës tyre të dy, po çuni edhe familjes, duhet i mbrojtë gjithë, duhet të kontribuojë për gjithë, ndërkohë që unë mendoj që sot kanë ndryshuar gjëra, domethënë dhe gocat edhe çunat mund të jenë njësoj të fortë, njësoj të aftë, biles mendoj që patjetër gocat janë më inteligjente, se këtu do ndalemi. Sepse ka të bëjë dhe me moshën, në moshën që janë fëmijët të vegjël, gocat kanë zhvillim më... Pyesim Gretën në aspektin shkencor. Me të drejtë, Rezarti Greta në ngasmoj, pse thuhet që në muajt e parë të bebeve, vajzat janë më të zgjuara se sa djemë, duket sikur mësojnë më shpejt, nxënë më shpejt, sillen, reagojnë më shpejt. A është e vërtet kjo, apo është thjesht një mit urban që ne tani më e besojmë? Jo, është e vërtet. Bebet vajza kanë aftësi më të madhe motorike, aftësi më të madhe ndërvepruese, kanë aftësi shumë më të mira sociale.
Pra, fasat e zhvillimit, nëse krahason një bebe e cila mund të jetë 6-7 muajshe e gjenis mashkull me një bebe të gjenis femër, bebja e cila është e gjenis femër është shumë gati 1 ose 2 muaj më avancuar në krahasim atë të gjenis mashkullore. Dhe lidhet me aftësinë dhe perceptimin e trurit të tyre për të thithur më shpejt. Dhe kur fillojnë pjesën e shkollës, vajzat janë të favorizuara nga ana e inteligjencës së tyre për të mësuar më shumë, për të nxënë më shumë, për të kenë aftësinë për të ndjekur rregullat, ndryshe nga djemt, të cilët kanë aftësinë më shumë për të qenë të pavarur, independent dhe ndonjëherë jo të zbatojnë ato rregullat që duhet. Në fakt, Greta, do doja të ndaleshim edhe tek mënyra e rritjes. E folëm pak më parë që inteligjenca mund të merret, të paktën referuar studimeve nga nëna, por nga ana tjetër në rritje, ajo përgjegjësia emocionale dhe gjithçka tjetër përftohet edhe nga prania e figurës së babait. Po. Roli i tij është shumë i rëndësishëm, shumë determinant, se normalisht fëmijët nuk janë gjë tjetër veçse një farë pasqyrimi i prindërve. Do të thotë që roli i babait është decisiv në mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës, qoftë nga ana emocionale, nga ana sociale, qoftë nga ana fizike, sepse nëse në familje shikojnë që ka debate ose roli i babait është më i lënë në hije, fëmia krijon qoftë gjenia femër, qoftë gjenia mashkull, krijon aftësi shumë të ulta për të adoptuar, dhe në mënyrë që kur të arrijë moshën e adultit, këto projektime i ka të mangëta dhe të sunguara dhe krijon dhe deficit dhe në lidhje me inteligjencën, qoftë edhe ato emocionale. Pra shumë e rëndësishme që babai të përkushtohet gjithsesi me kalimin e viteve. Gjithnjë më shumë po shikohet që të dy prindit janë të përkushtuar, nuk është më vetëm roli i nënës në mirëritjen e fëmijës. Shikohet që edhe babai është shumë i përkushtuar në mirëritjen, në ndjekjen e mësimeve në fazat e zhvillimit, në përkushtim, në komunikim, qoftë edhe me gjeninë femër nëse ka disa probleme, qoftë ku fillojnë ato njohjet e para, por në gjithnjë më shumë prindrit, sidomos baballarët, po qasen shumë më mirë me vajzat e tyre. Ja, na tregon Rezi më shumë për qasin që kanë baballarët me vajzat e tyre. Po, si tha dhe Greta, është e vërtet, tani kanë filluar dhe baballarët kujdesen shumë tepër nga më përpara, pak të mbajmë brezi im, baballarët kanë qenë tërkohës në punë dhe gjithmonë është ndirë mungesa e babait në figurës, po, por tani ka ndryshuar, si thash pak parë, unë flasë shumë me fëmijët e mi, me të dy, nuk i ndaj dot, dhe doja të thosha që është shumë e rëndësishme pjesa emocionale, do me thënë ti duhet flasësh, duhet të komunikosh sikur ata janë të rritur, duhet të analizosh, si thuash. 10 dhe 9 janë shumë afër, janë paka shumë si binjak, biles të gjithë kujtojnë se janë binjak. Kur i shohin thonë që janë binjak. Duhet folur shumë me fëmijë dhe duhet të respektuar personalitetin e tyre, nuk duhet trajtuar si të vegjël, sepse realisht ata kuptojnë shumë. Dhe nëse ti mundohesh të flasësh dhe patjetër të vendosësh logjikën përpara, përveç ata kuptojnë më mirë kështu, ata fillojnë edhe marrin dhe si model, sepse ne mund të flasim sa duam, por në fund ditës fëmijët marrin nuk të dëgjojnë, por shikojnë atë që bën ti, e kupton? Kështu që është modeli që ti jep. Duhet të ushqehen mirë, patjetër, duhet marrin shumë proteina, duhet marrin ushqime, do të thënë, mos ushqehen me këto brumra dhe kështu duhet. Ushqimet përpunuara, brumra. Sepse dhe kjo ndikon shumë. Duhet të kenë, si ta them unë, aktivitet, do të thënë të lexojnë, duhet lexojnë se s'bën libra, duhet merren me lojra që janë lojra që ndikojnë shumë të zhvillimi i menduarit, duhet të krijojnë eksperjenca të ndryshme, duhet, do me thënë, unë mendoj që fëmia duhet trajtohet si një i rritur, jo thjesht si një fëmijë, kështu që e kam bërë dhe ka shumë rezultate. Ndalen pak të mënyra se si u qasemi fëmijëve dhe këdua një përgjigje nga të dy ju. Frazat si, ky është gjeni, ky është si babai, shumë e fortë, kjo s'ka durim fare i ka ngjarë të ëmës. Çfarë ndikimi ka në psikologjinë e një fëmije kur dëgjon referenca të këtilla? Greta.
Po, sot gjithnjë më shumë të paktën gjitha studimet dhe vlerësimet psikologjike kanë hequr këto kornizime ose etiketime të fëmijës në lidhje me një të caktuar me babaj, nënën, hallën, dajën. Pra, fëmijët dosh që janë ende nuk janë vetëm te ne, janë në të gjithë botën. Po, çfarë ndikimi ka realisht tek një fëmijë i cili i dëgjon, por nuk i shpjegon dot? Po, jo të gjithë fëmijët qasë njësoj, jo të gjithë fëmijët mund ta kenë inteligjencën, prirjen, siç mund ta ketë pas babai, nëna ose dikur tjetër i afërm, kështu që për ta nxitur që të shtohet vetbesimi se këta fëmijë të cilët janë gjithkohës në këtë presion, që ti nuk je i Zotit, ti nuk mund t'ia dalësh, atëherë ndikon në faktin që krijon një vetbesim më të ulët dhe bëhet një fëmijë më shumë introvert, arrin më pas në faza dhe më të avancuara që të fshehë dhe histori ose ngjarje që mund të kenë vërtet rëndësi në jetën e fëmijës dhe këta të shfaqen drejt një bote ndonjëherë dhe të krimit. Prandaj duhet një qasje sa më individuale, ta vendosësh fëmijën në qendër dhe mos ta etiketosh ose ta kornizosh që ti duhet të jesh kështu, ti duhet të bësh këtë lloj sjellje. Rezart, në familje ndoshta edhe me shaka i keni përdorur ndonjëherë si shprehje i ke ngjarë mamit, ose mami i ka thënë, shiko se i ke ngjarë babit? Po patjetër që i përdorim, ne jemi dhe kështu, sepse familjet tona vinë nga kultura të ndryshme, nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Nga prapavija të ndryshme. Dhe patjetër që fëmijët shkojnë te njëra nën, dëgjojnë atë gjuhën, do të thënë, kanë një kulturë caktuar. Pra, të zonës nga vjen, po. Dhe po unë mendoj që do mësohen me këtë, kur të rriten do fillojnë të kuptojnë dhe të fillojnë... Dhe të përzjedhin do shta. Patjetër që ata do përzjedhin, sepse... Çfarë urrim më mirë? Unë shoh që tani që ata kanë krijuar një karakter të tyre, do të thënë, nuk është kollaj, ne kemi problem tani, nuk u blejmë do të roba eci kështu duke menduar ne që shko se kjo është robe bukur. Ata duhet t'ua tregojnë, ta miratorin, se ndryshe nuk e veshin. Kështu që kjo tregon që kanë karakter, kanë zgjedhin ushqimin, zgjedhin të luajnë një lojë, do me thënë, kanë filluar secili të krijojë atë individualitetin e vet, po. Dhe mendoj që dhe te kjo pjesë ne jemi shoqëri që patjetër kemi shumë vlera, por kemi dhe ato problematikat si shoqëri që s'duam ne fëmijët do njifen do përballen, kështu që unë nuk e shoh si negative ose si një gjë të keqe këtë gjën, e shoh si një eksperiencë që duhet ta përjetojnë, duhet kuptojnë që shko se flitet edhe kështu, por në fund ditës ka një gjë interesante, sepse nëse nuk ka, si ta them, konflikt real ose negativitet real, fëmijët e kuptojnë dhe nuk i japin rëndësi për shembull një fjalë ose i ke ngjarë mamit, i e grinda vetë si babi për shembull ose vepra dhe qëndrimi juaj tregon të kundërtën, tregon që është thjesht një batutë e momentit. Po, edhe kam përshtypjen që fëmijët sot janë aq shumë inteligjentë sa që mund ta kuptojnë dhe ta bëjnë diferencën. Nga ajo që thuhet me atë që veprohet, kuptohet. Shumë e drejtë. Rezi dhe Greta, ne duam shumë t'ju falenderojmë për një arsye të vetme që biseduam me qytetari edhe u treguam edhe prindërve që mbase e bëjnë këtë debatin shpeshherë në shtëpinë e tyre, ka gjithmonë një zgjidhje dhe një të mesmet. Rezi, kujt ishte ngjarti si përfundim? Ti. Unë. Ata se do më pyete shkollë. Shpejt. Se di. Alba, ti kujt i ke ngjarë? Babit. Greta, kujt i ke ngjarë? Babit edhe unë. Babit. Po ti syri? Dinastis. Falënderit që kishim sot studio. Ishte shumë kënaqësi. Është momenti të bëjmë shkputje të shkurtër publicitare, rikthehemi në studio me temën e fundit. Kujdesi oral, një mjek stomatolog na bashkon në studio, qëndroni me ne.